Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të nisur ditën ton maraton, për të sjellur pranë jush në fakt komentimet të ngjarjeve më të fundit edhe dinamikat më interesante nga jeta e personazheve publik, nga jeta e artistëve shqiptar, nga jeta atyre që në fakt ju i doni, i admironi edhe i simpatizoni pafund. Në këtë minutash, në këtë kohë, dua të ndaloj tek një dyshe që po e komentoj pothuajse çdo ditë, pasi që lëvizjet e tyre janë të çdoditshme. Ato sjellin çdo ditë nga një diçka në rrjetet sociale, publikojnë çdo ditë nga një diçka në rrjetet sociale, gjë që në fakt krijon vërtet një dinamik interesante dhe sjellën tek publiku vërtet një energji të bukur pozitive. Dua të flas pikërisht për Mateon edhe për Brikenën, dyshja që din të na dhurojnë adrenalin dhe din të na dhurojnë energji të mirë. Ju e dini shumë bukur që Mateo dhe Brikena, përpos që punuan me një sukses të jashtëzakonshëm, përpos që na dhuruan një energji të papar, përpos që na dhuruan një pozitivitet të papar, përpos që na dhuruan një moment të bukur nga profesioni i tyre në këndin e gazetarisë, na dhuruan energji të mirë, na dhuruan gjithçka tjetër që në fakt na bëri që të mbërthehemi për ekrani. Mateo dhe Brikena na treguan dhe talentet e tyre. Në këtë rast, Mateo na tregoi talentin në këndim, solli 2 projekte, solli 2 këngë në afat kohor rekord, do ta themi. Të 2 këngët u pritën shumë mirë, të 2 këngët u duartrokitën nga shumica e fansave. Kishte edhe nga ato komentet negative, është më se normale, do të thënë çdo njeri do t'jap mendimin e tij, por mbi të gjitha ishin super fantastik dhe janë argëtuar, janë kënaqur që të dy. Nga ana tjetër kemi edhe Brikenën, e cila natën e sonte do të na vi me një surprizë të madhe, një surprizë që në fakt nuk është se e ka publikuar domethënien se çfarë surprize do të jetë, por thjesht ka treguar që sonte në orën 20:40 Brikena do të na surprizoj të gjithëve. Tani, muaj më parë, do të kthehemi pak në retrospektiv, mbaj mend unë në rrjetet sociale të Brikenës në Instagram janë postuar disa fotografi ku Brikena bënte xhirimin e një videoklipi, do me thënë bënte xhirimin e atij videoklipi. Ishin pikpyetje të mëdha në fakt se me kë do të jetë bashkëpunimi, kush do të jetë në krah të Brikenës, ishte një ish banor i ferma VIP, do me thënë që do të bënte një projekt me Brikenën, por nuk u sqarua në qoftë se Brikena do të ishte si këngëtare apo do të ishte si do me thënë figurante e këtij videoklipi. Nëse Brikena do të ishte si këngëtare, më falni, do të isha shumë kureshtar në fakt ta dëgjoja se çfarë këndimi do të bënte Brikena në këtë këngë. Do me thënë si mund ta ketë zërin Brikena si këngëtare, por edhe si figurante besoj që do të ishte e shkëlqyeshme sepse Brikena tashmë pas Big Brotherit normalisht që do të pozicionohet në këndin edhe të influencueses ku realisht merr edhe këtë mbështetjen e madhe të klikimeve, të numrave të mëdhenj, etj. Do me thënë, Brikena do të rikthehet fuqishëm, por mundësia tjetër është që sonte të vi edhe një reklam e bukur, pasi që Brikena pikërisht me videon të cilën e ka postuar në rrjetin e saj social Instagram, ku Brikena duket e veshur me bikini, ka pozuar edhe në disa fotografi duke reklamuar një produkt pikërisht në një jahtë në Turqi, do me thënë në Bodrum ku ka ikur Mateo dhe Brikena, në një jahtë kanë pozuar me foto profesionale dhe Brikena këto fotografi me të njëjtat bikini i ka postuar në Instagram, që nuk kupton, do me thënë tani mund të vjen edhe videoja që lidhet me këtë fotografi. Gjithsesi,
Unë uroj me zemër që Brikena të vi bukur tek publiku, çfarë do qoftë që të jetë ajo. Nëse do t'ishte vërtet një këngë, realisht do t'isha shumë kureshtar dhe do ta dëgjoja me shumë vëmendje dhe më pas do ta komentoja Brikenën në muzikë. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë Brikenën në Big Brother që të këndon, ndryshe nga Mateo. Mateo shfaqte dëshirën për artin, për muzikën që në Big Brother, mbaj mend unë në verandë jashtë me Lore kalonin momente shumë të bukura, argëtoheshin, kënaqeshin dhe dhuronin vërtet adrenalin edhe pozitivitet edhe dashuri, por mbi të gjitha, do me thënë, Brikena në këtë drejtimi nuk është se ka sfiduar veten, e ka sfiduar veten në moderim në Big Brother, që në fakt herë ka shkëlqyer në Top Arena, por nuk e ka sfiduar veten në pjesën e këndimit. Me thënë, presim që të dalin detajet më të fundit në fakt që kanë të bëjnë rreth Brikenës edhe rreth Mateos. Ndryshe nga projektet, çifti është duke kaluar momente shumë të bukura në Bodrum, vazhdojnë të jenë aktualisht akoma atje, do me thënë tani bie që në ditët në vazhdim edhe të përfundojnë pushimin, se zakonisht këto udhëtimet në Turqi zgjasin 5 deri në 7 ditë, por ofertat e plota janë deri në 7 ditë. Jam i bindur që kanë marrë energji shumë të bukur pozitive, jam i bindur që kanë marrë atë adrenalinën që do t'ju ndihmon jashtëzakonisht shumë për projektet e radhës që ato në fakt duan të sjellin dhe duan të binë dhe mendoj që do t'jenë të shkëlqyer në formën e tyre. Brikena duke që është me lumtur, Mateo i pa diskutueshëm, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, Mateo ka plotësuar një puzzle-in e tij të cilin e kishte shumë të shkatruar për vite me radhë, por Zoti është i madh dhe vendosi që në jetën dhe dashurinë e tyre të vendos ëndrrën ta bëj realitet, sepse Mateo e ka patur ëndër Brikenën dhe Brikenën e shoh që ndihet e bekuar sepse vërtet në krahët e saj ka një partner që di t'i dhuroj dashuri, di t'i dhuroj energji të mirë dhe di t'i dhuroj pozitivitet. Do me thënë, di t'a bëj për vete Brikenën në të gjitha dimensione dhe di t'i jap Brikenës vërtet paqe shpirtërore. Unë do vazhdoj t'i ndjek çiftin në të gjithë rrugtimin e tyre, do vazhdoj të sjell pranë jush ngjarjet më të fundit, të vërtetat më të fundit dhe historitë në fakt më të fundit që kanë të bëjnë rreth Mateos edhe Brikenës dhe do t'i komentojmë këto, do t'i studiojmë këto dhe do t'i sjellim pranë jush. Vazhdoni të na qëndroni pranë me subscribe, vazhdoni të na ndiqni në kanalet tona, në platformat tona digjitale për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë rreth personazheve publik, rreth çifteve shqiptare dhe rreth atyre artistëve që vërtet dinë të na dhurojnë dashuri, vërtet dinë të na mbajnë bërthyer për ekrani me gjërat e bukura që në fakt ato bëjnë edhe sjellin tek publiku. Ju uroj me zemër vetëm të mira dhe komentoni poshtë në videot tona.